Vila Enver Hoxhës në Vlorë dhe rezidenca qeveritare në Velipoj do të kthehen në pika turistike. 7 kompani arkitekture ndërkombëtare të kualifikuar në fazën e dytë prezantuan projektet e tyre për të dhënë një identitet të ri atyre. I pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi rëndësinë e modernizimit të këtyre ndërtesave. Kapitulli i cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikurshme qeveritare, të cilat prej shumë kohësh kanë mbetur në një limbo si rezultat i mos përdorimit. U shpreh se shteti do të bëhet pjesë si partner, duke shndërruar rezidencat në një burim tjetër të ardhurash. Rihetëzuar, duke e futur shtetin si partner dhe duke i dhënë mundësi sipërmarrjes që i transformojë në burim të ardhurash. Theksoi se ky model që po ndiqet nga qeveria shqiptare përdoret nga vende si Spanja dhe Italia. Janë modelet si motrave të agjencisë të korporatës shqiptare të investimeve, dhe që në Itali apo në Spanjë zotrojnë asete dhe marrin të ardhura. 7 finalistët e fazës së dytë prezantojnë projekte det, të cilat do të përzgjidhen nga një juri ndërkombëtare.